Mirëmbrëma nga Vetëm Sport. U rikthyem sërish për diskutuar për ndeshjet që janë zhvilluar këto ditë edhe për ndeshjet që do zhvillohen. Kalojnë ekipet e rënda të themi, me jo pa probleme, do t'i diskutojmë. Mirëmbrëma Giri. Mirëmbrëma Ruggero, ndeshje interesante, shumë volum loje dhe shumë emocione. Si fillim falenderojmë sponsorin ton, falenderojmë Vodafone, rrjeti kampion i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe të celular. Faleminderit Vodafone. Siç e tham, situata me kalimin e tureve bëhet shumë e nxehtë ditë mbas dite. Ekipe që largohen, ekipe që vazhdojnë më tej, ka pasur shumë dinamika, ekipet e mëdha që përgjithsisht kaluan, po edhe ato jo me pa probleme. Ndeshje që do t'i diskutojmë sipas radhës, siç u luajtë Angeri, duke ditë që shumë ndeshje patën edhe shtesa. Po, kishte shumë ndeshje që shkohen në 120 minutëshe, shumë emocione, siç e thash, ndeshje me të vërtet shumë të bukura. Dhe e filloj me ndeshjen e parë, Amerikë Bosnia Hercegovina 2-0, Balogun edhe Tillman për Amerikën. Fitore pa probleme, fitore qetë për amerikanët, një lojë me të vërtet shumë e bukur. Po, Amerika, siç ishte parashikuar nga ajo pak, ka ekip të mirë, kemi thënë në Ermbasere. Bosnia, unë ta parashtrova që nuk kam atë petkun e ekipi që të hap probleme. Amerika është më konsoliduar si ekip, si lojë, edhe e kaloi me sukses Amerika, me lojë të mirë. Pati një incident, themi, që mund t'i kushtoi çik neshën e ardhshme me kartonin e kuq, që doli Bogun, si e ka lojtari nga minuta 65, me që ka shënuar të golin. Por që në ecurinë e ndeshjes në fjalë nuk është se indikoi, e menaxhoi goxha mirë ndeshjen. Edhe Amerika, siç kemi thënë, nuk është më Amerika e dikurshme, që kështu bën hapin e radhës për të vazhduar ecurinë e saj botëror, që për mendimin tim është goxha pozitiv deri në këtë moment. Edhe Bosnia nuk është se u priste që tipte më shumë. Amerika tashmë do përballet me Belgjikën. Edhe po ecuri e mirë do të thoja për Amerikën. Nuk e di, mua Amerika dhe mua më pëlqeu, ekip i mbledhur, ekip solid për të bërë diçka më shumë këtë botror, nuk është se s'ka dhënë, ka dhënë me vërtet shumë të botror, me një diçka më shumë që luhet edhe në vendin e vet, po bravo për ai sa ka dhënë, vlen për të vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Shkojmë me ndeshjen tjetër, Spanja Austri 3-0, Oyarzabal 2 gola dhe Pedro Porro. Oyarzabal ja mori dorën. Nuk e di sa gola, ka shku 4 më duket. Po 4 gola. Ka shku 4 gola dhe golat janë pothuajse fotokopje identike golat e tij, domthonë vjen ato pasime të rimorke, domethënë futen lojtarët e krahut deri në fundore, e kthejnë topin në qendër edhe i vjeshën, no? Spanja me Austrinë, siç e tham, nuk është se do haste një vështirësi të madhe. Austria nuk është se mund t'i përgjigjej dot ritmit të Spanjës. Spanja filloi me goxha vrull dhe ashtu e mbajti pothuajse gjithë tempin e lojës. I bëri presion shumë të lartë, nuk e linte Austrinë fare të organizojë, dhe ato pak sulme shumë sporadike që bënte Austria ishin domethënë jo të rrezikshme që t'i prishin ekuilibrat e ndeshjes. Edhe Spanja kishte këtë ndeshje, domethënë rikonfirmimi i saj, rikonfirmimi i lojës saj, filozofisë saj që ka, duke ditë tashmë që ka dhe Yamalin që nga minutat e para. Dhe siç e dim, Spanja nuk heq dorë
nga mënyra e lojës vetë, me atë qarkullimin e dëndur, me shumë pasime, me mure të shkurtra, edhe që këto ekipet si Austria në këtë rast i lodh, edhe me i moment dorëzohen në sensin që e gjenë mënyrën e rrjedhës, edhe Spanja ndëshkoi 3 herë. Për mendimin tim, domethënë ishte neshe shumë e luajtur me një drejtim, domethënë. Domethënë luajti vetëm Spanja, le të themi, pa përjashtuar Austrinë që u mundu të bënte aq sa mundi, po që në fund gjës përballë Spanjës, një Austri e tillë nuk ka çfarë bën asgjë. Jo, pa dashur të ndërhyja, ndeshje e merituar nga Spanja, shumë e bukur, lojë mbledhur. Tani në turin e radhës Spanja do përballet me Portugalinë, dueli hekur le të themi, dueli shumë i fortë, dhe aty do shohim një Euro ndeshje, le të themi, 2 skuadra kandidate për të fituar Kupën e Botës dhe për të dhënë botrorit më shumë ngjyra dhe më shumë tension, le të themi, për bukurinë e kësaj ndeshje Portugali-Spanjë. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Portugali-Kroaci 2-1, Perisic për kroatët, Ronaldo dhe Gonçalo Ramos për Portugalin. Kishte edhe shumë incidente kjo ndeshje, kjo pjesa. Kjo ndeshje e barabartë thoja në sensin e egos për ta fituar ndeshjen nga dy ekipet. Kroacia luajti mirë, madje luajti më mirë se ç'e prisja unë, se kisha përshtypjen që Portugalia do e eliminonte mes fushën e Kroacisë, duke ditë çfarë lojtarësh ka, por që Kroacia i hapi shumë punë. Ishte ndeshje e bukur, edhe me episode, me episode të diskutueshme, të pa diskutueshme, që okay, do t'i flasim. Ishte i fitore ngushtë të Portugalisë në minutat e fundit, arriti të fitoj, sepse me të shupa ndeshja po shkote drejt shtesës, edhe me një Kroaci të vendosur para që mirë në fush, nuk është se shtesat i bini shpresë të madhe për Portugalinë, që domethënë tash që shtesat Portugalia fiton, domethënë nuk ja gjeshim dot fundin pas se si shkonte, mund të fitonte kushdo, mund të shkonte me penalti, por që e ndëshkoi Gonçalo Ramos, pikërisht Ramos, që në një debat me një mikun tim, që kur po i thoja për një ndeshje që ore ky trajneri i Portugalisë do të jetë çik më guximtar, do të heqi Ronaldo dhe të fusi këtë Gonçalo Ramos. Po edhe më tha, si me noti dha teqi, tha golashënuesi më të madh i historisë të fusi Gonçalo Ramos. Problemi është që Ramos është në moshë krejt ndryshe me Cristiano Ronaldo, dhe do vjen moment që trupi nuk përgjigjet më, domethënë mbas i kaloi lodhje minutat e tjera. Dhe pikërisht shënoi ai. Dhe ajo guximi që themun e trajnerit, se mu rikujtu se të kthehen gjërat edhe në Evropianin që fitoi Portugalia, doli Ronaldo, doli se pati i dëmtim, domethënë, dhe hyri tjetri, bëri golin, fitoi Portugalia Evropianin. Në mos gaboj ai që zëvendësoi ishte. Po pra, nuk po më kujtohet emri tani. Po, ndodhi e njëjta situatë. Do të thotë që këto jo kritika për Ronaldo, po më shumë për trajnerin, se me Ronaldo nuk po merremi, se tjetë për Ronaldo edhe minuta 400 thotë do rrim fush, domethënë edhe du vdek të fus më në këpucës të shënoj gol. Ta shënoj ke lista ime, po problemi është që trajneri duhet të jetë çik më, kështu e mendoj unë të paktën. Edhe Kroacia mu më pëlqeu si e menaxhoi ndeshjen. Unë nuk pash i fragment të atit golit Ronaldos, se patin diskutime që ishte apo nuk ishte upside, atë nuk e pash, të më drejtën. Ishte edhe një goli Kroacisë pastaj që pati dhe ai diskutime. Ajo e fundit. Mirë pra, mos kalem aty, se aty do të kalemi çik gjatë, po ke goli Ronaldos nuk di të them, sepse nuk pash as diskutime as ma viola, sepse flite për pozicioni jashtë loje, po ndërkohë thoni që si ishte pozicioni jashtë loje, këto nuk e di tash, se pozicioni jashtë loje është me teknologji, është me vizë. Po nëse dhe po t'i kthehemi asaj në fund fare, pastaj pas shënimit të Gonçalo Ramos, që shkoi 2-1 ndeshje, ishte ai episodi që
që vloi gjithë mediat pastaj duke diskutuar që çfarë ndodhi. Dhe ishte problemi i upside-it fies prekes me fien e flokut, duke pas sensorin monitor të topit, e tjerë, po që pse më ka artu boll mojt hunës dhe du ta them, nëse do kishte ndodhur Argentinës do ishin ullë gjithë në fyt FIFA Boy, Messi, Argentina, shisi Adhan për i fije floku, ndërkohë tashi kur është pjesa këtej nga Ronaldo nuk ka shumë zhurmë. Se tashi mund ngrihet edhe unë ja dha FIFA, deshte me çu Ronaldon, marketingu. Dhe tashi janë dy këndvështrime. E para punës për mua ajo nuk jepet upside asnjëherë, sepse është i prekje e floku. Dakor, paktën ashtu si e shohim futbollin. Po, problemi është tash kur kemi pranuar është fut teknologjia dhe ai të nxjerrë me tablet që thot ja ku ka pas prekjen, nuk kemi që bëjmë i bitë të dorëzohemi para saj, sepse nuk është në dorën tonë, unë kam qenë dhe do jem gjithmonë pro varit, por ama mënyrës menaxhimit ose të ndryshimit protokolleve e tjera kam shumë për të thënë ose shumë dyshime për shumë gjëra që duhen ndryshuar për të mirë të futbollit, domethënë që të bëjnë një protokoll më të unifikuar, që të vlej për pjesën më të madhe të rasteve të jenë aty domethënë interpretimet, mos jetë një e interpreton ndryshe, një ndryshe edhe bëhet kakofoni pastaj dhe fajin vjen varit, po ndërkohë vari sikur me qenë kryeministri i futbollit dhe është qenie njerëzore. Vari është një aparaturë. Problemi është çfarë thon këto që menaxhojnë aparaturën. Unë jam pro varit si teknologji. Pastaj problematika që kanë këto që interpretojnë varin ka goxha për të diskutuar dhe unë jam pro për të diskutuar ose të debatuar, por që kjo ideja e FIFA Boy tash që me Argentinën, Infantino e tjerë këto historitë me mret, mos ta i tregoj njerëzit se atëherë unë do dalë dhe do bëj rolin e budallait, do them deshën t'ia jepnin Ronaldos. Tash let thonë çfarë don njerëzit. Se kështu i bi tash, kur i ndodhi gjë Argentinës dhe i ndodhi gjë Ronaldos, tash o duhet të flasim për të dy që gjë u favorizu dhe ky, ose nuk duhet bëjmë të zgjudin, të mbyllim i sy kur është te nga Ronaldo dhe kur i ndodhi gjë Argentinës, themi këtë duhet ta ngrej sepse nuk kam fol. Po ka arë këtu do më thënë, se dikush tha dhe që shikoni çfarë arbitrimi skandalos ke Franca me Paraguajin, që për mendimin tim ishte arbitrim i diskutueshëm, do më thënë ja vlet ta diskutojmë më vonë, dhe me projekcion që duan që të heqin Francën që ta mori Argentina. Ndërkohë Franca është nga krau tjetër, vlla, kupto? Unë i bi të ngres zërin dhe të them tash jo vlla, dum që ta mori Ronaldo, sepse Ronaldo është nga krau Francës, apo jo? Tash praktikisht janë fjalë burr, këto tallavate, këto Messi, FIFA, Argentina, këto domethënë let pollisin sa doni, vlla shihni lojën, ç'a bë tjetri, kush bë gol, kush nuk bë gol, Argentina mund të eliminohet, mund të iki. Domethënë ka arrit puna që unë si tifoz i Argentinës tash me një moment futemi të sebe dhe them inshallah eliminohet Argentina, që ti mushet mene gjithë këtyre tallavave që nuk po luajnë për t'ia dhënë Messit dhe Argentinës. Sepse episodet janë episode, ndodhin për shumë arsye, po nuk mund të kapesh gjithmonë tash për një episod ti bësh connect me FIFA-n, me Infantinon e tjerë. Se të njëjtën gjë tash i bit të them dhe unë për Ronaldo tash. Që deshin të kalonte Ronaldo. Kush të dali përballë dhe të më thotë jo mu, tash me që kanë thonë për Messin, kanë dashur thonë Messit, tash ma kundërshtoni. Parë këto polemikat janë shumë idiote për mua, parë janë shumë i acaruar dhe desha ta them që po pse praktikisht u dyshu kjo gjë dhe pse praktikisht që para se të niste botrori, të gjithë ata që flisnin thonin, po, këtë vit duan me dhon Ronaldos. Pse asnjë fan si Argentinës nuk fol në këtë rast konkret?
Se Po, gjithë nuk të është- media flisnin pra. Ore, dëgjoj se ka pas Ku jemi? dëgjoj se nuk tash nuk mund bazohemi vetëm Mirë. ke të thënat e disa njerëzve ose miqve tan, po unë po e sjell një si shembull. Një nga miqtë e mi tifozi Ronaldos para botrorit 2002-shit më pa thënë Messi po e mori kupën e botës, hallalli qoftë. Kur e mori ta FIFA, kjo, ajo, po tash këto janë kështu shumë gjëra domethënë të vogla për të kap me i neshje, se po të themi FIFA tash i bi që ai Infantino atë këmbën e Dibu Martinezit ta ketë marrë me dorë dhe t'ja ketë zgjat aty kur e humi ai Kolomani, sepse na e boni gol. Qas u dham penalti për Francën, ke finale etj, tash lloqe pazarit do ketë gjero, do vazhdohet të ketë, po isha shumë i frustruar më thojsa për ta thonë këtë, sepse në momentin që i bëhet i favor Portugalis për të kalu, favor me teknologji, dakord, bim dakord, që ishte ajo kurba lëvizse e sensorit topit ke upside-i, që tash për mendimin tim ajo nuk duhet t'jipet, sepse duhet shifet qofse thritë, do mund të ketë prek ajo, po thritë albitin, shife vlla, ke ky lloj topi ka marrë një trajektore shumë të vogël ndryshimi, ndërkohë që aty s'ka marrë as trajektore ndryshimi. Dhe arbitri si qenie njerëzore duhet thotë, jo, vlla, nuk është upside, vazhdo goli 2-2, vazhdo të nesha si të shkote. Po me që kemi ra dakord që do kemi teknologjinë, na dha atë, okay, po ama tash mu mos më hudhem për atë qa fola der tash Geri, se e kisha merak ta thoja. Edhe në fund të gjës kaloi Portugalia. Jo, shiko, dohet përmendet një rast shumë të vogël, sërish me një mikun tim, dhe ai fani Brazilit në këtë rast, më thonë dhe mua, pse Mesit nuk i dha e kuqja, tha, kur i gjuajti në shkel, masaj me Algjerista. Jo, Kjo e lidhi pra, kjo e lidhi. Ma kanë thënë dhe mua këtë, ajo e Mesit nuk ishte goditje. Ajo e Mesit ishte shkelje e pavullnetshme, sepse ishte ku të vete komën, dhe në rastin më të keq mund të merrte një të verdh për pakujdesi, po ajo nuk ishte asnjëherë jo për Mesin, po kushdo lojtar të ishte për mua nuk është kartoni kuq, sepse nuk është se ai i shkoi dhe mira, ai ishte domethënë të dy kështu ku të ve komën i qelloi ke pulpa. Nuk është e kuq asnjëherë jo për Mesin, po as për Altin Lalën, as për Bushin, as për gjithë kush ka luajtur futboll. Nese. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Zvicra-Algjeri 2-0, Embolo dhe Ndoje. Rikthehet Zvicra. Është shumë e bukur e Zvicrës. Zvicra-Algjeri, çik se habi këtu. Unë e kisha parashikuar duhet fitore të Zvicrës. Zvicra me atë soliditetin e vet, e majti neshën në kontroll, le të themi. Algjeria, domethënë ekip simpatik, të paktën deri aty ku shkoi. Nuk është se u paraqit keq këtë botror. Një notë mesatare do i thoja për Algjerin, e merituar, po që Zvicra ka eksperiencën e botrorëve mbi shpatulla, me aq herë sa ka qenë, ndërsa Algjeria është më pak pjesëmarrëse dhe me i brezletarësh jo shumë të afirmuar kundrejt Zvicrës. Edhe Zvicra e kërkoi me ngulm, domethënë e deshte më shumë, domethënë më thojza thënë kualifikimin, duke ditë që edhe rrugës ka tash i ekip të lehtë, ka Kolombin në sensin të lehtë nga këto të tjerat, po flasim se domethënë edhe Kolombia nuk është ka fshate e lehtë për ta kaluar Zvicra, po duke ditë që se supozoj mund të bite për shembull me Francë ose me një tjetër ose ku dëgjon se mund të kishte ra shorti, e kishte shumë të vështirë dhe kjo është shtyu më tej, domethënë duke menuar që unë duhet të rraf Algjerin, që duhet ta rraf sepse kam kontingjentin më të mirë, edhe duke shpresuar që prit se mas Algjeris kam Kolombin, nuk kam as Francë as Anglia, as Brazil, domethënë duke menduar që mund ta kalë edhe një tur tjetër. Edhe kjo i bëri më kërkues, më solid si ekip për të vazhduar rrugtimin, se janë edhe këto dinamikat e gjendjes psikologjike të ekipeve, duke ditë çin kanë përpara, domethënë edhe masi të rrafim këtë, pavarësisht se ato hyjnë në fushë për me mene ke
ke ndeshja që kanë, po ndikojnë gjërat. Më thënë se duke ditë që ke Kolumbinë, këtu je pjetën, thotë se kalojmë te asa dhe Kolumbinë e rrafim. Do në shkojnë kështu, do në emocionet e ndjesive të lojtarëve, të stafit e tjerë. Edhe për mua ishte e meritume, po, ndeshja e Zvicrës. Nuk e di si e peti. Edhe për mua ndeshja e meritume nga Zvicra, bëri mirë, lojë të rregull, thjesht shënoi dhe mori pikët e kualifikimit, mori mundësinë për të kualifikuar në fazën tjetër, duke marrë shkas që ndeshjen e radhës do përballet me Kolumbinë, ndeshje e fortë, le të themi, ose edhe barabartë do thoja. E barabartë, patjetër. Pastaj nëse kualifikohet dhe me Kolumbinë, në mos gaboj ka një qark rreth Argjentinë-Egjipt për të përballë në fazën tjetër. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Australi-Egjipt 1-1, ashour për Egjiptin, Henry autogol dhe në penalti shkojmë 2-4 për Egjiptin. 2 penalti të shpërdoruar nga Australia. Njëra shkoi në ka 3 tribunës, ndërsa njëra u prit nga vërtiri. Australia me Egjiptin, ndeshje barabartë do thoja unë, Egjipti me ato ca momente më të mira se sa Australia, po që në fund gjithë shkoi një barazim 1-1 dhe u deshën me sa më men Egjipti ishte edhe autogoli. Po, hani. Goli që shënoje, po domethënë nuk është se kishin shumë diferenca ekipet në lojë ose në ashu. Dhe me thonë drejtën, ai 1-1 për mua ishte i drejtë, edhe që shkojnë shtesë ndeshja. Se pati momente që edhe Egjipti që unë shpresova mund të luajë më mirë, pati dhe ajo dobësitë e veta në për ca momente të ndeshjes. Australia që është u mundote me shfrytëzu, po që thash 1-1 ishte e merituar për të dyja. Ashtu shkoi dhe shtesa, pastaj ke penaltit. Penaltia, siç e dim, është llogari, po që aty pati dhe kritika për të trajnerin e Australisë, se edhe unë nuk e kuptova. E hoqi portierin, që portieri boni ca pritje shumë të mira dhe futi portier tjetër, me idenë që ose në këndvështrimin e tyre, se unë nuk është se e njifsha si portier, domethënë që të dija historikun, po ndoshta mund të ketë pas koeficiente të mira i përpritet penaltive dhe hoqi direkt pa marrë shtesat. U duk që e futi për penaltit, po ndërkohë që nuk i dha asgjë. Nuk është se ndihmoi Australinë që të ecte më tej. Sepse zakonisht ndrimet e fundit, kur janë fundi i shtesave, si lojtar, si portier, janë të gjitha në funksion penaltive. Do të futi lojtar të freskët që e di që është i qetë, që gjuh mirë. Dhe akoma më shumë, më do me thonë se kur ti ndro portierin, do thotë që ti ke besim më shumë ke ky portieri që ke në stol, se sa i që ke në fush për shërtejon e lotarive, penaltive që do gjuhen, edhe ke shpresë se mund të bëjnë gjë më shumë, po që kjo ke Australia nuk ndikoi, pati edhe ca kritika nga ca ish lojtar me emër çka ka pas Australia, po që nuk e di në fund gjës, ishte zgjedhja e tij. Po që se mu thash, portierin e dytë nuk e njifsha, s'është e njifsha as të parin, po që të parin pa e pash më fush, do më bëri ca pritje të mira, ca reagime që do më nanonte nga ana që bënte çik me shpresë, do më thonë ai që ishte tifoz me Australinë, thoshte tash i ke penaltit, portierin ne kena më të mirë se kraut tjetër, po që ai bëri atë ndrimin fund, nuk e kuptova, po që Egjipti kaloi. Kjo ndeshje është për kështu pastaj me zemrën në dorë. Okej. Argentinë Kape Verde 3-2. Messi, Lisandro Martinez, Borges autogol, Duarte dhe Cabral për Kape Verde. Tashi Geri Çfarë do themi këtu? Argentinë Kape Verde unë do të kapelen, Sa ndodhi e para punës. Kjo në respekt të Kapo Verdes, i ekip shumë i vogël që luajti shumë mirë. Po përveç respektit për Kapo Verden, kjo heqje kapeles është edhe i shigjet shumë e modhe për kombëtaren ton Geri, me atë lloj performance, me atë lloj loje që zhvilloi, domethënë ishte një
për mendimin tim ajo ishte një ndeshje për t'u harruar historinë e Argentinës me ekip aq të vogël, domethënë ndeshje totalisht e dështuar. Totalisht e dështuar dhe fitum me episode gjeri. Filloi ndeshja, domethënë jo ne që jemi tifozë Argentinës, po kushdo nuk e kishte imagjinu kur në botë e curinë e asaj ndeshjes ashtu, gjithë e priqin një fitore të lehtë. Jo, edhe brenda 90 minutave priqin një fitore të lehtë, madje edhe me goleadë të Argentinës. Asnjë nuk ishte guxuar që të parashikonte në gjë më tej. Përveç në i kështu ndjesie supersticioni, që ishte ajo që të thash unë Geri, mirë, po është ndeshje që do të fitu Geri, se po na bën e gjë, dalim tetor nga shtëpia. Ma mend çfarë thash? Domethënë vetëm kjo ishte ajo, po edhe kjo ishte në kuadër të asaj që dakord të ekipi vogël, po që duhet bëjmë detyrën ta fitojmë. Pa aman Argentinës i rezultoi ndeshje makabër, do thoja unë, për opinionin tim, shumë e keqe. Filloi ndeshja me një ritëm t'ulët, edhe okej, deri nga minuta 15 maksimum 20, do në arria ta pranoja si ritëm, duke menduar që tashi sa të ngrohen motorët, ose sa të fillojnë gjejnë hapësirat, sa të shikohen taktikisht si vendosen ekipet. Kebi Eshili ishte vendos ashtu si vendoset ai, me drejtë e vet, me një mbrojtje solide, blok, mbrapa, dhe me thash me kalimin e minutave do filloj të ndryshojë diçka. Do filloj të ndryshojë diçka, po problemi është që Argentina nuk ndryshoi asgjë Geri. Një lojë sterile, po sterile në një kështu do ndjesi deri të bezdisshme fare, domethënë nuk po arrinte të vjente një pasim të saktë që kthej në një aksion të rrezikshëm. Dhe goli që shënoi Messi ishte i merit Martinezit që i dha topin një herë, i dha top shumë të bukur, pastaj Messi boni Messin. Në atë marrjen super perfekte dhe me goditjen aty ke i këndi që aq kënd sa kishte, se mund tentot edhe krahun tjetër, po mund ta riskote jashtë ose ta kapte portieri, e gjyti ke i këndi vetëm që kishte dhe e shënoi. Mendova tash u çlirum tash se do fillojnë ndryshojnë dinamika, ndërkohë nuk po ndryshon asgjë. Ishte e njëjtë. Nuk po ndryshon asgjë, ndërkohë minutat kalonin, Kepi nuk dorëzohesh, mbrohesh fort dhe mundonte të kundërsulmonte, kishte shumë mundësira me hapësirat që ne i krijuam, që po të kishte një ekip tjetër mesatar, jo i mirë, Geri, evropian, ne do na kishte bëu dite me atë lloj performance, do na kishte bëu, domethënë nuk di çfarë them, çfarë do kishim psu. Dhe derisa arriti pastaj Kepi shënoi edhe golin, super goli i djalit, me një gjujtje ala Del Piero, ku e gjeti, ku e nxori atë gjujtje, do ne vetë ai u habitë burse tek muri duhet. E kishte rujt për ne, si me na bo me zemër, ne? Super gol edhe shkoi edhe deri ke Fejumja vetëm se gjeti gjysmë ore duke të kërkuar Fejum në stadium me gjetje shkreti se nuk po e besonte as vetë do çka kishte bëu. Domethënë ai ndoshta edhe më mbrapa se ka besu kur të nesmen që e ka pa me një përsëritje nesër, aty ka arrit ta kuptoj madhështinë e golit vet, se ishte gol shumë i bukur, për më tepër i lojtari Kepit, domethënë Kepi me 500.000 banor, i shënon kampionës botës në fuqi dhe për më tepër super gol. Shkoi 1-1. Argentina me demek filloi të reagonte, po që shumë e plogër, shumë e avash dhe shumë e lodhur, Geri, nuk e di, dhe ndrimet që boni, domethënë gjatë gjithë neshës nuk po shikoja një kështu i dy luftim ose një hyrje në driblim one-to-one të Argentinës. Nuk driblonin dot asnjëherë që të krijonin e përsi numerike. Se dakord, mund të rreshtu ekipi tjetër, po ti nga krahët fillo guxo. Asnjë manovër, asnjë. Fillo guxo që të bësh një driblim që të krijosh që ke përsi numerike në krah, po them se ato ishin të rreshtu të gjithë, po që jo, ndërkohë Kepit, lojtarët e Kepit e guxonin edhe në ana vinin në vështirësi.
Edhe pse kishin autobus mbrapa, kur kishin episodet e veta dhe kur kishin topin vet, kishin të gjithë përpara ato. Dhe fizikisht ishin shumë mirë. Thash, ato nuk dishin me nëndëshku se t'ishte ekip tjetër. Po ka pas me atë lojë që po bote Argentina, domethënë pas rastit 3-2 ka pas një që Kavi Martinezi aty shko dhe loja 3-3, flisnim po bëtë detorit pastaj se shko dhe loja penaltisht. Shkoj me shtesë, të gjithë ta bit. Domethënë ne që ishim tifoza dhe tmerrsisht mërzit, përveç Shabis. Shkoj 1-1 dhe e pritësha të shtesën, me i këshu me janë këtë pampë, se thash kjo neshe është vështirë drejtohet. Do në thash, do shkrim ke penaltit, po u kryon dinamika tjera që nuk mi që prit menja fare dhe ato. Shënon Martinez, fillim të shtesës parë. 2-1, i vetë militarë mbas mesit që lujt jatë neshe. Do Mesi shkret, 39 vjeç, ma që fuqi sa kishte me vrapu, aj sa mund të vrapon të aji, u mundu, po sa herë merrte topin ose bonde në i mur, ishin vetmet raste alarmi ke mbrojtja e kepit, sepse të tjerët ishin të gjithë në gjumë duke fillu që ke Enzo Fernandez, ke Gjingjeri, ke Makalisteri, ke të gjithë me radhë, edhe Nico Gonzalez që u fut, a i a thu se kështë lut një 2 orë nesh edhe i shumë i ngathët. Nikos më ka pëlqyer, mos ajre fuste atë pun kishte. Po pati shumë një, nuk arrita ta kuptoj dot. Shkon 2-1, thash, hajde zoti madh, thash unë shkoj kështu, ai boni edhe golin që diskutuam shpar. 2-2-shit edhe fal një krosit mirë të mesit. Leo, shumë i bukur ai krosi. Nga goditja këndit edhe ishte dobjo prekje ajo. Edhe kërcimi Romeros që u gjën në vendin e dur, momentin e dur Geri që na çoi 3-2. Edhe aty kisha frikë, por edhe dhe duke prit pasaj ato minutat derisa të maronte me Young pa pam, edhe biles arrita kisha i bindje që këto do bëjnë golin e tretë se zbota, se kjo neshë është nda që ne nuk e morim këtë neshë, nuk e fitojmë dot. Don aq i mpimi isha futbollistikisht, domethënë nuk kisha asnjë ndjesi e që Argentina do fitote. Domethënë isha i vdek me bindjen time që Argentina nuk fiton këtë neshë. Do një nga neshët më të dopta, nuk e di domethënë, dhe në rast se Argentina pretendon të bëjë ato lloj neshe me Egyptin, i bi që dvesh në bazë Geri për Egyptin, faleja 2 gola dhe e në rregull, se je shumë okej, po lujtëm ashtu e Egyptin e merr me shpulla. Do në Egypti si është Egypti, me atë lloj performance që pam ne, shpresojmë të jetë gjë tjetër, dhe besoj do jetë gjë tjetër, po që domethënë kur ti bi Bilbilit ai që të filloi nesha me Egyptin, unë do jem kështu aty duke pa neshën dhe do kem ato hijet e neshës kalume të kepit dhe do rri gjithë tension tash çfarë reagimi do ketë Argentina mas asaj neshë makabër që bëri me kepin. Madje ca gazeta, një gazetë në Argentinë që shkruajt mbushen, bëhet radhë e madhe në spitalet në repartet kardiologjisë, domethënë gjithë me zemër që bëu këto. Ishte super skandal, ndaj hoqja dhe kapelen, sepse neshe nuk meritote Argentina të luten në atë lloj mënyre, kampionja e botës, kundrejt i ekipi, se kampionja e botës mund të rrivet, nuk ka ne gjë, po jo kundrejt një ekipi që merr pjesë për herë të parë në botror dhe nuk është se ti e myte gjithë lojës dhe e të bori golqor dhe fitoj ajo. Domethënë ti nuk dhe asgjë nga potenciali që ti ke. Domethënë ishte mos më let flas më Geri, fol ti 2 fjalë tash se nuk di çfarë them më tjetër. Kam çfarë të them asaj ndeshje, më i the shumë, i the të gjithë aty. Çfarë të shohësh më asaj ndeshje, nuk më ngjiti fare Argentinë, nuk më pëlqeu fare Argentina. Unë si tifoz normalisht e doja atë kualifikim patjetër, se sido qoftë ne mund ta themi me fjalë, por nuk e themi me zemër që nuk e meritonin kualifikimin, nuk e themi dot me zemër të paktën, por paktën kaluam, nuk duhet luajmë kështu me Egyptin, besoj se Scaloni ka marrë masa që ndeshja tjetër të mos jetë e tillë, vazhdon në gjumë i Lautaro Martinez, kismet kur do të çohet ai, hajtë se do të çohet, se mos ishte, do thoshte se mos ishte më mirë ky tjetri që u fut.
Edhe ky, gjumë total. Jo. Po formon Messi sulmin vetëm. Jo, për sa i përket dy opinione të shkurtë të kalim ke neshja tjetër. Lautaros edhe Alvarezit. Jam shumë dakord që Lautaro si ishte kërkuar fare me Kepin, por shumë justifikum, sepse kur ke hiq Messin dhe ke kërkuar 9 tjerë, çfarë duhet bota dhe Lautaro? Nuk është sa e furnizuar me topa. Kurse Alvarezi, i japi not kaluse, sepse u mundu me kriju zona, me hap zona, po që kjo nuk është neshje testi që të shajmë Lautaron ose të lavdrim Alvarezin, kjo është i neshje që për ta morë, për ta paketu dhe për të zonë men, që këshu neshësh nuk duen pa mo asnjëherë të bëme nga Argentina. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Kolumbi-Gana 1-0, Arias. Kolumbia në raundin tjetër. Kolumbi-Gana, unë isha pro kalimit Kolumbis, ashtu ndodhi, 1-0, Kolumbia dominoi Ganën, ma i sa pashun, se nuk e pash gjithë ndeshjen, të tregojmë sinqert, po ma i sa pash Kolumbia e meritoi kualifikimin. Gana nuk kishte çipte më shumë, do më ishte për mendimin tim kualifikimi i merituar i Kolumbisë. Po, shkojmë në ndeshjen tjetër. Kanada-Marok 0-3, Unai 2 herë për Marokun dhe Rahimi. Kanada deri këtu shkam. Kanadaja kundërshtarin Maroku. Ka që kishte, domthon Maroku është bo ekip që ta kesh frikë. Që kur ta shohësh përballë ndrosh rrugën, se shumë ekip i mirë. Aty pati vetëm incident, duhet ai si e ka Sabir, ai psoi dëmtim edhe është me dyshim që ai do vazhdoj pjesën do vazhdoj të luajë për të ardhur keq se të lojtari mirë. Vetëm kjo ishte nota negative e Marokut ke kjo neshje. 1-0-3. Kanada deri këtu shkon. Nuk priste. Pati asi impakt asi lojtari i Kanadas nga këto që njohim ne dhe domethënë këtu përfundon dhe rrugtimi i Davids, nuk mjaftoi 3 golçi që bëri që të ndryshojnë mendim ato të stafit Juventusit ose të ekipeve tjera për të dhënë një ofertë. Domethënë, okej. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Paraguay-Francë 0-1, Mbappé, minutë 70, tu ishte futboll, antifutboll, luftë dhe jo luftë. Nuk e di ç'a ishte. Tu ishte kjo që unë ta thonë me Gjermaninë që kujdes nga Paraguay, sepse është ajo pjesa e Amerikës Latine që bën edhe çik lojt pisët, shumë lojt pisët. Po pra, dakord, dhe unë ta kam thonë, luajn pisët, luajn ashpër, luajn rënd. Domethënë është pjesa e Amerikës Latine që nuk kanë talente, do në hiq Brazil, Argentinë, dhe këto tjerë që pa ta thonë të hapin punë se luajn keq, luajn rënd, provokativ, dhe ashtu shkoi. Dhe nuk e dim çfarë do kishte ndodhur, po mos kishte marr atë penalltin Franca, për mendimin tim penallti neto, se pata edhe një 2 kështu komunikime me ca miqtë e mi që jo po se kështu, jo po se ashtu, po për mua ajo ishte penallti neto. Kishte atë mbrojtësit, një nga mbrojtësit e Paraguayt, po lunde me pikën e penaltisë dhe gjuhën. Ishte një nga ato shumë provokime që bën gjithë neshën, ishte edhe ajo që i rritë mrapa o deshte mi prish pikën e penaltisë. Shumë provokime gjatë. Janë shumë provokues edhe, po janë edhe të zgjuar, se din të provokojnë deri në një limit që nuk ndëshkohesh. Se u ankun shumë për arbitrimin, mund të kishte dhënë një verdh më tepër ke krau Paraguayt, po që unë po i shifsha me kujdes, unë i njoh si ekip, se sa provokator janë, po i shifsha me kujdes, po janë shumë të zgjuar Geri, sepse provokojnë në masat kështu që arbitri thotë hamam mimi le, hamam mirë, kupto? Nuk është se e rëndojnë, domethënë atë provokimin aq rënd, ose me një ndërhyrje aq flagrante, për shkak edhe të shtymet ose të goditmet, se tash provokimi njonin kështu ishte nga funi e ke korrja, më duhet, po Iraku tjetër kundërshtim që Irak e dora kështu, bam, Mbappés. Domethënë ai provokim është, po tash Mbappéja bota thu tash i nxori kafën Zenit.
Do në shkojnë kështu, rrotullohen kështu këto historitë, ke këto neshe, po që... 3 minutë falla mos gaboj dhe Paraguay. Po, thonë që Paraguay është ekip mistrec. Do po që Franca me ato letarë që ka, do e zgjidhi, mori penaltin, shënoi, e zgjidhi. Po që më në fund edhe Franca fiton një neshe të pisët në botror, do më thonë, po kjo është merit. Edhe hyka ajo paketa e ekipit modh që do thotë që do të rraf edhe 15-0, po ditë fitoj edhe me neshe kështu të pista dështira me një gol. Okej. Shkojmë me ndeshjet që do të luhen në vijim në kuadër të botrorit. Shkojmë me diskutimin e ndeshjes sotshme, Brazil-Norvegji. Shumë e fortë. Brazil-Norvegji, unë nuk e shoh shumë të fortë. Nuk e shoh shumë të fortë. Kam përshtypjen që Brazili do e kaloj bindshëm të Norvegjin. Domethënë se po të më kisha thonë para 2 javësh, do të thosha shumë e fortë. Kurse nuk e di pse tash këtë moment kam mendimin që Brazili nuk do vujë me Norvegjin. Nuk do vujë me Norvegjin, edhe po them një 3-1 për Brazilin. Duke parë aftësitë e Norvegjisë, sot eliminohet surprizë, eliminohet Brazili, kualifikohet Norvegjia 0-1. Në ndeshja tjetër, Meksik-Angli. Meksik duhet në të parë të mëngjesit. Gjeri, kjo është e para punës herë Anglisi kanë shku tu i bë serenada ke hoteli këto ditë letar. Viagra, se lexova. Edhe nuk i lën me fletë, domethënë dihet strategji kjo e vjetër kjo. Po unë do përmendje i fakt interesant që përkon Anglia kthehet pas 40 vjetësh gjeri në stadiumin kur Pibe de Oro i boni golin La Mano de Dios, do në kthehet në njëjtin stadium, që kështu mund të jetë një mallkim për Anglinë, ajo. Unë zakonisht i shkoj këtyre parashikimeve me këtyre ndjesive të çuditshme dhe nuk di të them kush kualifikohet, por di të them që 90 minutë që rregull del 1-1. Okej. Mund shkojmë me një fitore të Anglisë 0-1 Kane. Shkojmë. Portugali-Spanjë. Portugali-Spanjë, kjo është ndeshje që unë jam shumë kurioz ta shoh këtë ndeshje. Do në sensin që këtu nuk di të parashikoj dot sjelljen e dy ekipeve përballë njëra tjetrës. Domethënë një Spanjë me atë qarkullimin e dëndur të topave në mes fush, presingun në lartë, rikuperimin e topit me njëherë pasi e humin, dhe kundrejti Portugalie që nuk është se ka dhënë një spektakël këto ndeshje që kanë qenë, po që me element shumë të mirë. Dhe ndoshta kur mund tjetë rasti që përballë një Spanje, një ekipi shumë të mirë, ndoshta edhe për ato mund tjetë egzaltim dhe mund nxjerrin dhe ato një ndeshje shumë të mirë, do të dy ekipet në letër janë shumë të forta. Parashikim? Dhe parashikim nuk di çfarë them, do të japi parashikim kështu ala futja kot Gerigi, kjo domethënë se nuk sinqerisht këtu s'ka se parashikon dot. Tu nuk di çfarë them, edhe po them një 2-1 për Spanjën, po që mund të jetë dhe invers, 2-1 për Portugalinë, po që ndroj këtu ke 2-1 për Spanjën. Të mendje kisha. 1-2 për Spanjën jam. Shkojmë në ndeshjen e radhës. USA Belgium, Amerikë Belgjik. Amerika, siç thash ose të kam thonë shumë herë që nuk është po ajo Amerika e viteve të shkume, po është Amerikë me goxha ekip solid, ekip mirë ku ka dhe tashmë dhe emra që luajnë me ekipe të njohura. Por Geri, të kam thonë diçka që duhet ta kujtosh, që ajo Belgjika apo kalon Senegalin do bëhet shumë e frikshme. Po. Dhe kështu janë për fitoret bindset Belgjikës, ke kjo neshje. Shkoj në unë. 1-0-2 për Belgjikën. Unë shkoj me 0-1 për Belgjikën. Shënon Lukaku. Puça ndeshje vjen tani morbur. Argentinë-Egjipt. Nëse Argentina do jetë ka do ujëra Geri, që pam, unë them që kjo është ndeshja e fundit e Argentinës për këtë botror, nëse do jetë ka ndeshje
që pam herën e fundit. Që do shqiptan të torë? Kjo është pjesa parë e parashikimit. Pjesa dytë kam përshtypjen që skaloneta do funksionojë çik ndryshe ke kjo nesha tash. Do të ketë zot men jo vetëm trajneri, se ai domosdoshmë që e pa çfarë disfalli ishte e nesha. Dhe kam përshtypjen që do bëj edhe ca ndrime. Kam i bindje që ai Paredes do luajë minutën e parë. Një edhe... Vend kujt Paredesi? Po tash duhet me ditë edhe si do organizoj lojën e, po Paredesi nuk e di pse kam një fiksim që do luajë minutën e parë. Një dhe dyshoj shumë ke Lautaro që mund ta zëvendësoj Alvarezi, domethënë në sensin që këtë neshe i bi them mund të luajë Alvarezi që minutën e parë. Kam edhe i dyshim ke i Almada në krah, nuk është se po më pëlqen, shpresoj ta ndroj dhe atë, se ai do ke i krau që lu Almada Giri para 4 vjetësh kemi fituar botërorin. E di kush lut aty. Di Maria. Dhe kemi një minus të madh. Ato letar. Ty mund të përdorësh një Gopazi, po ai është trequartist, është luaj mas 2 sulmuese, nuk ta bën dot atë punë ai vot. Okej, shkojmë një parashikim? Një parashikim, po them një 3-0 për Argentinën, Geri. Okej, unë shkoj me 4-1 këtu. Doppio Messi. Urojmë që të vazhdoj Messi të shënoj sërish, se jemi bërë shumë dependent Messi. Domethënë çdo neshe ka bërë Messi gol që kemi zgjedh. Shkoj me ndeshjen e fundit, Zvicër Kolumbi. Zvicra me Kolumbin. Kjo është ndeshje shumë e fortë, me thënë drejtën, janë dy mentalitete ndryshme. Amerika Latine me këtë Evropën e disiplinuar me Zvicrën. Unë këtë e shoh një 1-1 Geri. Dhe në shtesë kualifikohet Kolumbia. Okej, kualifikohet Kolumbia 90 minuta 0-1. Muñoz. Okej, këto ishin ndeshjet. Besoj na keni ndjekur dhe jeni kënaqur me informacionet që keni marrë dhe me parashikimet. Do të takohemi sërish. Falenderojmë për realizimin e programit, si gjithmonë sponsorin ton Vodafone, dhe jeti kampioni certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Gjithashtu falenderojmë dhe Studio Vasin dhe kompaninë DigiPrint për banerat e mrekullueshëm. Ju kujtojmë që të na bëni subscribe në YouTube dhe të ndiqni kanalet tona, TikTok, Facebook, Instagram. Dhe deri atëherë do takohemi sërish për të diskutuar për ndeshjet që do zhvillohen gjatë këtyre ditëve, ndeshje që vinë sa bëhen akoma më të forta me kalimin e tureve, dhe uroj të shijoni dhe të kënaqeni. Mirupafshim nga Vetëm Sport.